Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se procesi i rinumërimit të votave i shërben transparencës së 11 majit. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha shmangu një përgjigje të qartë. Nëse Partia Demokratike beson apo jo se pas rinumërimit të Tiranës, ajo do të marrë mandatin e 14, por u mjaftua të vejë theksin tek rëndësia e transparencës për çdo vot. Ky proces ka të bëjë vetëm me atë që quhet transparencë. Do ta dini një gjë. Çdo njeri që ka kërkuar për të marrë votat këtu në parti, i është pranuar absolutisht kërkesa. Madje u është kërkuar që të kërkojnë rinumërim votat. Çdo njeri që ka patur dyshim për numërimin e votave këtu, i është kërkuar të kërkojnë rinumërimin e votave. Sipas Berishës, prioritet për të mbetet denoncimi i farsës elektorale të 11 majit. Se siç e shef ti, po i bëhet gjyqi farsë elektorale. Çfarë do sjell? Kjo do sjell, pa diskutim. Kjo do sjell mungesë e legjitimitetit të qeverisë dalë prej saj. Bart me shqiptarët dhe komunitetin ndërkombëtar, Sali Berisha ka një mision, të rikthejë votën e lirë. Një muaj pas humbjes në procesin e 11 majit, Partia Demokratike vazhdon të mbetet e fokusuar tek denoncimi i zgjedhjeve parlamentare.